Shiqane se si lidhët imani me praktikë. Ka arë te Imam Ebu Hanifja, rahimahullah. Një person dhe i tha, to imam, a i pronari, që jam të punuajt, a i punë dhonësi, që unë punoj të kaj, a i mi jep rrogë 5 dirhem në mujtë. Tho to imam, si janë të mdalë, si janë të mjaftu 5 dinar në mujtë. A keni po, kush punon, si ta me rrogën në ditët e para, penzijën. Hupë, se ka përshkon për dimi eqë. Krejt vendit do thot ju gjindët. O imam thot, valloj 5 dinar, 5 dirhem i marë, nuk po mjaftojnë. Shka me bo? Imam Ebu Hanifja i thot, shkot e ai punë dhonësi, edhe thuj, mos mi jep 5 dinar, po mi jep 4. O imam, a i 5 nuk janë të ndalë, qysh 4? Tha, më pyte, po, shkotuj. Fund mujt i merë 4, përsëri i hupin, s'pi mjaftojnë. I erë tha, o imam, nuk janë të mjaftuan as 4 dirhem. Tha, shkot e punë dhonësi, edhe thuj, le t'i jep 3 dirhem. Subhanallah. Tëri këto punë dhonësat kanë qef, që shto që si hoxhallar me pasën, që jasë vrisin në rrugën e meditjen. Tha, o imam, tha, nuk 4, tha, ti shko thuj 3. Ashtë këthy mas 6 mujve, thot, Allahit shpërbleft o imam, se pa shatlumin Allah, me 3 dirhem, jam të kalu shkëlqyshëm, u knaqa, jam të mjaftu për veti, për gjena personale, për familje, për gjitha senet, shumë mirë janë. Tha, unë të regon qysh, nuk u mjaftojshin 5, e po mjaftojnë 3, tha, po të të regoj. Tha, se punën që je konë duke e bon, ti të aj punë dhonë si. Hakon asaj pune je konë t'ja dhonë për 3 dirhem. Kurse ty a ju konë të t'i dhonën 5. E kur u përzike që a i dyshi me 3, shpërthejke edhe t'i hupke edhe këto halal që ka i ki 3. E kështu që ti punën je konë duke e dhonë hakon asaj pune për 3 dirhem, jo për 5. Për këtë arsye nuk të kanë mjaftuan. E na u thojmë krejtve, a e keni vrit, dikush e ka rrogën 300 euro, 400 euro, e ka lënë një jetë shumë të mirë, mesatare, nuk ngushtu, dikush e ka 1000 euro. Në fund të mujit, shkon ly bërsh të që i ka 300 euro. Shkon ly bërsh të që i ka 300 euro. Për çka? Për Zotin e lëmë du të mjë këthyja, i shumë mirë du të mjë këthyjen, se nuk është duke e bo punën për atë 1000 euro. Nuk është t'i adhon hakun për atë 1000 euro. E imanin dush me lidh me vepër, me praktik. Vetëm atëherë kemi apohen khajrin.